O zot sa kopsht i bukur, dukem sikur jam Matis. Po në vend të ngjyrave dhe pikturave, unë merrem me fjalët dhe ngjyrat e fjalëve. Dhe kam arritur të pikturoj gjuhën shqipe shumë bukur. Dhe më vjen shumë keq që disa mashtrues në TikTok po ju thonë që shqiptarët janë përzierje e maqedonëve të lashtë, e grekërve, romeiko, siç i thonë ata, gjoja, dhe e periotëve. Do të kemi parasysh që të gjithë fisët që shtrieshin në Gadishullin Ilirik, shkrimet e tyre janë në greqisht. Nuk e dim çfarë gjuhë kanë folur ata. Megjithatë, në Aleksandri janë mbledhur fjalët e gjuhës së lashtë maqedone, e cila nuk është greke, nuk është shqipe, po ashtu janë mbledhur 84 fjalë të gjuhës ilire, e cila nuk është greke, nuk është shqipe, po ashtu janë mbledhur mbi 56 fjalë të gjuhës epiriote, e cila nuk është greke dhe nuk është shqipe. Për shembull, në gjuhën epiriote, daksa i thon detit në numrin shumës, domethënë detet. E kuptoni apo jo? Gnosko në gjuhën epiriote i thon njo. Është një lloj si në gjuhën greke, praktikisht, gjuha epiriote. Është si më thënë greqishtja e veriut. E kuptoni të dashur kuptoni? E kuptoni që ti nuk je përzierje e maqedonëve të lashtë dhe epiriotëve dhe përzierje e ilirëve. O shqiptar, o rot driloni. Mos isha unë dhe i thosha akoma vetës drilon. O shpirt, o zemër, o gjan. Miq dorë nga këto budallalla që mos dëgjoj këto turbo albane. Fliqësirat e Bosnës, mirë pafshim. Këtë trëndafil. Shikon, trëndafilat që bleni për dyqane janë artificiale, po ky, për zotin, këti vjen era trëndafil. I vjen era Moskovoli, i vjen era Xhan, i vjen era shpirt. Ju dua shumë, mos dëgjoni turbo albanët, janë gënjeshtar.